Eminem në lidhje me një shqiptare? Po, më dëgjuat mirë. Reperi i njohur botror, Eminem duket se ka gjetur dashurinë pranë ngrimerës dhe stilistës me origjinë shqiptare, Katrina Malota. Sipas mediave ndërkombëtare, marrëdhënia mes artistit 52 vjeçar dhe bashkëpunëtorës së tij të vjetër ka marrë së fundmi një kthesë romantike, edhe pse nuk di saktësisht se kur ka nisur lidhja. Por kush është Katrina Malota? Katrina Malota është një stiliste dhe grimere e njohur në Birmingham, Michigan. Ajo është shumë e kërkuar në industrinë e argëtimit dhe modës. Portofoli i saj përfshin bashkëpunime me emra të njohur të muzikës, si Snoop Dogg, Robin Thicke, 50 Cent dhe vet Eminem, me të cilën ka ndërtuar marrëdhënie profesionale dhe besnike gjatë viteve. Por nuk është në turne apo xhirime, Katrina punon si grimere dhe stiliste në një sallon bukurie në Birmingham, Michigan, ku njihet për profesionalizmin dhe stilin e saj unik. Katrina është shqiptare me origjinë nga Malizi. E zhvendosur me familje në SBA në fillim të viteve të 90-ta. Për jetën e saj për të profesionit dihet pak. Ajo vitin e fundit ka marrë vëmendje online edhe me transformimin e saj në peshë, me 30 kg të humbura. Ndërkohë, vetë Eminem ka preferuar gjithmonë të mbajë jetën private larg syrit të publikut. Ai ka qenë i martuar dhe i divorcuar 2 herë me ish-bashkëshortën e tij, Kim Scott, me të cilën ka një vajzë, Hailey Jade, 29 vjeçe. TMZ ka kontaktuar të dy për një koment mbi lidhjen, por nuk ka marrë asgjë mbrapsht nga vetë protagonistët.